Përshëndetje miq, gjendemi në korridoret e shkollës artistike Onufri, aty ku lindin ëndrat dhe krijohen talentet e së ardhmes. Ndërkohë në sfond jam duke dëgjuar melodinë e një flauti. Ju ftoj t'i afrohemi për të zbuluar personazhin e radhës në Mozaik Talentesh. Irsa, ishe vërtet magjike, unë të komplimentoj sepse ti ngujtë, apo melodia e flautit tënd të rëmben me njëherë. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë që je në Mozaik Talentesh, por shikuesit tanë janë kurioz të dinë se kush është Irsa Haxhillari. Atëherë, Irsa Haxhillari është një nxënëse në shkollën artistike Onufri, jam 16 vjeç, studioj këtu për kanton lirike dhe për flaut. Irsa, kur e kuptove për herë të parë që muzika nuk ishte thjesht një pasion i momentit? Atëherë, unë këtë gjë kam kuptuar që në fëmijëri, në hapat e parë të këtij rrugtimi, kam qenë vetëm 6 vjeç, kam nisur ato konkurset e fëmijëve, si çdo fëmijë që ka patur qejf që të performojë në skenë, por në atë moment unë e kam kuptuar që skena ishte vërtet shtëpia ime e dytë dhe unë përkisja në atë vend. Një nga kompeticionet që ti ke marrë pjesë ka qenë edhe Gjeniu 8 apo jo? Na trego pak rreth këtij aktiviteti që ti ke marrë pjesë, ndoshta edhe diçka që ka shënuar nga Gjeniu 8. Atëherë mendoj që Gjeniu 8 ka qenë pikërisht ai moment në jetën time ku unë kam kuptuar që muzika do ishte rruga që do ndiqja edhe në të ardhmen. Sigurisht kam performuar, por më përpara kanë qenë tjerë skena, konkurse brenda qytetit, ndërsa Gjeniu i vogël ka qenë eksperienca ime e parë televizive dhe fakti që kam qenë dhe finalista aty më bën të vërtet që të kisha edhe më shumë siguri në vete dhe ta kuptoja që muzika do ishte ardhmja ime. Ke performuar në skenë, qoftë në shfaqje teatrale, ashtu edhe ato muzikore. Më trego pak sa të ka ndihmuar pjesa e teatrit në mënyrën se si ti qasesh publikut dhe në përcjelljen e emocioneve. Atëherë, siç e thatë, kam marrë pjesë edhe në një muzikal, Aladini, aty kam patur fatin të kem rolin kryesor princeshën Jasmine dhe mendoj që në të vërtetë aktrimi është një formë shumë e bukur e artit për të shprehur emocione dhe për t'i përcjellë publikut të gjitha ndjesitë e tua dhe më ka ndihmuar edhe në muzikë sepse sigurisht që gjua e trupit avancon më shumë dhe të bën të kuptosh më tepër për emocionet që duhet të transferosh. E në fakt, një tjetër pjesëmarrje e suksesshme ka qenë dhe festivali frankofon, apo jo, aty ku ti e vlerësuar me çmim të parë. Na trego më shumë rreth këtij aktiviteti dhe ndoshta edhe një emocion që e mbart edhe sot. Atë ka qenë një moment në jetën time ku unë e shikoja që merrja pjesë në konkurse, por ajo motja që kisha ishte rëndësia pjesëmarrja. Derisa arriti një pikë ku unë i thash vetes që nuk ka më rëndësi vetëm pjesëmarrja, por ka rëndësi që vërtet të lëshej në atë vend dhe të marr një çmim të parë. Pikërisht nga ky moment festivali pasues që ishte pikërisht festivali frankofon. Aty vendosa që të përgatitem shumë mirë dhe ta përfaqësoj veten time drejtësisht dhe fatmirësisht arrita që të rëmbetes çmimin e parë. E në fakt, çmime, të para vlerësime që vinë njëri pas tjetrit, je duke u përgatitur për një tjetër sfidë dhe këtë herë është eventi muzikor Colors of Voice. Po. Aktualisht na trego pak çfarë po ndodh me përgatitjet e tua dhe çfarë synon nga ky aktivitet i radhës. Atëherë po përgatitem që në muajin
në vijim, pra majnë të shkojnë në Rumani dhe Gjermani si përfaqësuese e Shqipërisë. Ishte bërë faza e parë këtu në Shqipëri për festivalin Colors of Voices në 2 kategori, turqisht dhe shqip. Në këngën turke mora çmimin e tretë dhe në këngën shqip mora çmimin e parë. Në Rumani do bëhet konkursi në Bukuresht, ndërsa në Gjermani do jetë një muzikal dhe do jenë përfaqësuese e Shqipërisë bashkë me një përfaqësues tjetër për kategorinë turke. Të uroj shumë suksese. E në fakt publiku nga biseda dhe nga nisja dhe deri më tani mësuan një pjesë të irsës, mësuan dhe dëgjuan me kureshtje melodinë e flautit tënd, po kaq të interesuar dhe kurioz janë të dëgjojnë edhe pak nga zërit. Patjetër. Cila do të jetë pjesa që ti do të performosh? Atëherë do jetë një pjesë lirike e cila quhet Nina, është arja antike. Mezi po presim ta shijojmë. Shumë faleminderit. 3 giorni so che Balli, svegliati mia vita, svegliati mia vita, occhio non dorma più, bukur Irsa, shumë bukur. Është një arje që unë e di që ti e do shumë, po, është nga të preferuarat dhe realisht shkon shumë për vokalin. Më pëlqen ndjeshmëria që ti jep arjes, ka nevojë për atë thellësinë emocionale, për dinamikat. Rasti konkret ky fundi, kjo kadenca e fundit, trajtimi që i japi më shumë i rëndësishëm, që ajo mos dal mekanike, të dal sa më shpirtërore, ato pianissimot që të shkojnë shumë, zhvillimi në crescendo pa që i rëndësishëm, që qëndron në gjithë kontekstin e arjes, piano, crescendo, decrescendo. Kështu është ndërtuar kjo, do rrim të kjo linjë dhe të kemi parasysh të themi si të duhet përmbajtjen. Ka një dhimbje, ti e akoma e vogël, por ti e kupton shumë mirë për çfarë bën fjalë teksti, kështu që brëndia ty të bën që të japësh atë emocion që ka nevojë të marrë publiku. Të përgëzoj për performancën tënde, isha e bindur që edhe këtë performancë do ta shijoja. Shumë faleminderit, e shijova dhe unë. E në fakt, ke zgjedhur të studiosh për kanto, por edhe për flaut. Cila nga këto të dyja të përfaqëson më së shumti pak më shumë krahasim me tjetrën? Me thënë të drejtën janë dy gjëra shumë të ndryshme, por për mua janë njësoj të rëndësishme dhe flauti edhe kantoja më përfaqëson secilin në mënyrën e vet, kështu që unë nuk i ndaj dot personalisht. E nëse mendojmë dhe imagjinojmë pak do ishe para një zgjedhje që do duhet të zgjidhje mes tyre, cila do të ishte zgjedhja jote? E detyruar po them. E detyruar, prap nuk mund t'jap dot një përgjigje, por duke qenë se kam më shumë kohë që merrem me kanton, do zgjidhja kanton. Jo se flautin e dua më pak, por duke qenë se kam më shumë eksperiencë, ndoshta më tepër siguri, por të dyja i dua njësoj dhe kanë një vlerë shumë të veçantë për mua.
Në fakt edhe një përgjigje diplomatike tamam si ai i cili nuk i ndan dot fëmijët e tij. Por për të thënë të vërtetën, ke pasur një moment të hezitimi, një moment që të largohej nga shkolla artistike Onufri, por shumë shpejt reflektove dhe u riktheve. Çfarë ndikoi dhe çfarë të riktheu pas? Në fakt, kjo është një histori interesante që mendoj që mund të jetë disi pak e çuditshme në gjim të parë. Kur kam ardhur këtu, kam qenë pak skeptike në fakt, duke qenë se sigurisht shkolla artistike, a do më siguroj do atë të ardhmen që dua. Çdo prind, çdo njeri, çdo fëmijë, sigurisht që artin e shikon pak si një plan të dytë dhe tregon pak skeptik në fillim dhe kjo që më bëri të hezitoj dhe u shpërngula në gjimnaz. Por ajo që është më e çuditshme është sepse kam ndetur vetëm një ditë në gjimnaz, aty kuptova se shkolla artistike ishte vendi ku unë përkisja të duhet isha dhe tani mendoj që kam bërë zgjedhjen e dur, padyshim. Në fakt marrëdhënia me mësuesit, si kanë qenë ata sa supportuese, sa mbështetës, për të lidhur edhe vijën e logjikës të rikthimit tënd në shkollë. Ato kanë qenë supportues në maksimum dhe nuk e kanë marrë për bazë fare, çdo gjë ka ecur si normalisht dhe kanë patur suportin e tyre në maksimum, kështu që jam jashtëzakonisht falënderuese ndaj të gjithë mësuesve të shkollës. Ka një figurë që të frymëzon, qoftë kombëtare apo ndërkombëtare, që ndoshta do doje të ngjaje? Duke nisur nga figurat kombëtare, që nga mësuesit që kam këtu në shkollë, mësuesja e kantos Zysherinda Agollin dhe zysha e flautit Haxhire Pajenga, sigurisht për mua të dyja janë burim frymëzimi, që nga mësimdhënia, që nga aftësitë që kanë, padyshim që për mua janë shembuj për t'u marrë. Ndërsa figura ndërkombëtare, këngëtarët si Lara Fabian dhe Celine Dion janë padyshim këngëtarët cilat kanë materiale që i kanë dhënë kontribut shumë të madh artit dhe muzikës, kështu që padyshim do doja të isha një figurë si ato. Ku shikon veten pas disa vitesh? Ka një ëndër të madhe Irsa që do dëshironte ta ndante me ne? Pa diskutim, ëndra ime në fakt më e madhe është që të performoj para një stadiumi me shumë njerëz. Do doja të isha dhe antare një grupi, pse jo, dhe padyshim që ajo do jetë pika ku unë do t'i them vetes kjo je Irsa që kam kërkuar dhe kam punuar fort për të arritur, kështu që shpresoj shumë që një ditë kjo ëndër të më bëhet realitet, të jem para një stadiumi me mijëra njerëz në një turne botëror. Irsa, sa supportuese ka qenë familja jote drejt rrugës së artit dhe nëse do të kishe një mesazh për gjithë ata prindër të cilët për një arsye apo për një tjetër nuk i mbështesin mjaftueshëm fëmijët e tyre? Aty familja ime, që në hapat e parë ka qenë shumë supportuese, më kanë ndjekur në kurse, në aktivitete, në çdo moment, në mënyrë që unë të fitoja sa më shumë eksperiencë, dhe për të gjithë ata prindër apo familjar të cilët nuk i suportojnë fëmijët apo janë skeptik për të ndjekur rrugën e artit, unë di të them vetëm që mjafton të kesh talentin, vullnetin dhe kjo rrugë të hap jashtëzakonisht shumë dyer, ndaj lejojeni fëmijët tuaj që të ndjekin atë rrugë të cilën zemra e tyre do dhe ndjen që u përket. Mesazhi të Irsës i bashkohem edhe unë. Prindër, i mbështesni fëmijët tuaj pa kushte, sepse vetëm në momentin që fillon mbështetja reale ndaj tyre, realisht prodhojmë një brez plot pasione të cilët nesër do të ndriçojnë në rrugën e tyre të artit, por jo vetëm. Irsa, edhe një herë të falenderoj për këtë bisedë dhe që ishe me ne në Mozaik Talentesh. Shumë faleminderit për ftesën. E në fakt unë ju lë takim në puntatën e radhës ku një tjetër talent i qarkut e Elbasanit të meriton të dëgjohet dhe të përcjellë mesazhet e tij. Bashkë mirupafshim.